Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi këtu në emisionin tonë Argument. Kam të ftuar gazetarin dhe mikun tim shkrimtarin Zef Përkega. Do të diskutojmë sot përfundimin e zgjedhjeve, si u zhvilluan këto zgjedhje, a janë këto të drejta, si u konceptua roli diasporës dhe arriti diaspora të jetë faktori që bën ndryshimin. Dhe natyrisht do analizojmë dhe dukuri që ka ndodhur gjatë këtyre zgjedhjeve. Zoti Zef, mirë se erdha. Mirë se gjeta. Fushata zgjedhore dukej normale, por në tërësi ishin këto zgjedhjet që prisnin shqiptarët? Unë mendoj që në Shqipëri u organizuan votime. Pra ishte një vazhdimsi e fushatave elektorale, zgjedhjeve që janë bërë në Shqipëri, por nuk ka patur në një ndryshim fushatat elektorale që janë bërë në vazhdimsi. Të gjitha partitë politike, si ato 3 dhe ato të vjetra, kanë patur një linjë. Krijimi i partive kur është fushata elektorale nuk është një aset i demokracisë. Partitë duhet krijohen shumë më përpara, të shpalosin programet, të nisi rruga atyre, edhe pastaj njerëzit të vendosin vetë se kuj do t'i japin votën. Por unë nuk kam pa ndonjë risi gjatë kësaj fushate elektorale. Nuk ka njeri në Shqipëri dhe jashtë shtetit, qoftë edhe partitë politike, njerëz me arsye, që nuk e kanë ditur se Partia Socialiste do t'i marrë zgjedhjet. Kështu që kjo ka qenë një siguri, por edhe mbi bazën e kësaj, duke ditur këtë, nuk ka qenë në lartësinë e asaj që kërkohet forca e kundërshtimit, forca e opozitës, e gjithë këtyre organizmave, do të thonë që kanë propaganduar ndryshimin. Me këtë, nëse më lejon, Patjetër. Të lexoj një letër të shkrimtarit madh të kombit tonë, Fajk Konica, një intelektual dhe personalitet i jashtëzakonshëm, i padiskutueshëm, njëri që ka qëndruar 13 vjet ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që ka qenë kapilan i trupit diplomatik jashtë shtetit, kur në Shqipëri, pothuajse pak metra rrugë mund t'i kishim me asfalt. Por atë nuk e pengonte, drita e mendjes tij me dhanë mendime për Shqipërinë, për kombin dhe për botën. Na mbush këtë kuriozitet. Konica i shkruan Nolit. Zogu na mundi, se ishte me i Zoti se ne. Ahmet Zogu, nga ana tjetër, me instiktin gjenjal të tij, e vuri turmen në një disiplinë, e cila sa do e mërzitshme që është ajo, është me dobishme se anarkia jonë. Zogu i mirë dhe zogu i lig është mundës. Ne më të mirë se ai jemi të mundur. I mirë e i lig zogu ka fituar besimin e popullit dhe jashtë besimin e fuqive të mëdha. Ne më të mirë se ai s'kemi ditur të fitojmë besimin e kërkujt. Mund të urrejmë zogun, por duhet ta njohim se është shumë me i Zoti se ne. Në Amerikë ka një zakon që i mundëri i shtrëngon duart me fituesin. Po ne si jemi Amerikanë, të rrahur dhe jo të kënaqur. Neve s'na pëlqen të heshtim, por duam të dalim në merkat dhe të zem vajtimet. Ju keni qenë në Shqipëri dhe bashkë i kemi përcjell zhvillimet demokratike, kur erdhi Bekri në Shqipëri, në tribun ka qenë Xhelil Xhoni dhe Sali Berisha. Do më thënë në kuptimin e kundërshtarëve politik. Pra, këto zgjedhje desha të them që ose mendjen drituri Fajk Konica është në një realitet në vitin 1924, por që përputhet plotësisht me realitetin e sotëm. Ke shumë të drejtë, unë këtë letër e kam parë, po e kam parë për një
këndvështrim tjetër në një libër që gati është i mbaruar mbi raportet Nolit Konicës, por nuk e kisha menduar se sa aktuale është sot. Sa aktuale është për këto zgjedhje, kur thuhet a ishte më i Zoti, a i na mundi, a i kishte popullin për vete. Edhe fituesi duhet mi dhënë dorën, mi shtrëngu dorën. Në këtë mes, humbja këtyre zgjedhjeve, a është më tepër aftësi e Edi Ramës, apo është pa aftësi e Sali Berishës? Nuk do t'i marrë si, do më thënë, si në kuptimin personal, por kam thënë edhe herë tjera, Partia Socialiste është një detashment shumë i organizuar dhe ka një eksperiencë pothuajse 100 vjeçare. Ndërsa demokracia dhe elementet demokratik të cilët dolen nga shpirti asaj diktature që ishim, për të bërë ndryshime, ka dalë për thëmë është një pjesë e shkputur nga e tëra, dhe më thënë një pjesë e vogël nga jo pjesë e madhe. Sigurisht, Edi Rama është një strateg i madh i propagandës. Bile në bisedë me disa miq kam thënë që nëse Edi Rama do t'ishte në rolin e Lasivitës, do më thënë do t'a kishte thirrë Sali Berisha, në mënyrë hipotetike po them, sigurisht Sali Berisha ose Partia Demokratike ose opozita sot llogarit forcën e Edi Ramës do t'a kishte sjellë në pushtet. Shiko, opozita ka patur shumë mangësi. Cilat kanë mangësi? Nuk mund të fitosh me apatik, njerëz apatik politik. Sot nuk ka nevojë, ndeshja dhe votimet nuk janë në një arenë boksi, por është një arenë e mendimit. Pra, Konica thotë, ne nuk kemi arritur t'i bindim njerëzit. Nuk është jo binja që dalin në një demonstrat ose në një miting. Ngaherë njerëzit shkojnë edhe për qef me pa. Edhe mendojnë se, ka shumë njerëz, kemi shumë mbështetës. Po sa ke hynë zemrët e tyre? Çfarë programi ke sill? Çfarë ideje ke për të ndryshu? A do të vazhdojë, domethënë, vazhdimisht i kjo linja? Ndërsa Partia Socialiste ka qenë shumë e organizuar dhe Edi Rama nuk e ka patur vështirë për t'i marrë zgjedhjet. Po jo, ajo çka përbën edhe problem, sepse në këto zgjedhje nuk u fol për hallet e popullit. Edi Rama s'u mor fare me premtime elektorale, tha do bëjmë atë që kemi bë dhe do arrijmë të fusim në Evropë, ndërsa Sali Berisha vazhdoi po me frymën e vjetër, ndërkohë unë mendoj që PD-ja bëri gabimin tjetër organizativ, element të cilët e tregoj fakti që ka marrë më shumë vota, si ai Ali Mehmeti në Tiranë apo Jorida Tabaku, u lanë jashtë listave të sigurta dhe mbështetjen e fituan me prezencën e tyre, me të qenit genuin, me të qenit të vërtet në atë që do ai popull. Populli, mendoj unë, nuk gjeti, edhe pse qeverisja, regjimi është, por rezulton mjaft e korruptuar, nuk gjeti zgjidhjen për t'u kthyer mbrapa tek ideja e Berishës, po të kishte qenë një lider tjetër, ndoshta i ri në PD, mund të kishtim edhe një rezultat tjetër apo jo. Shiko, unë do thoja këtë, për shembull, gjatë rrugtimit të Partisë Demokratike ka patur shumë shkëputje. Do të thënë janë krijuar 5-6 parti politike apo jo. Po. Pastaj u është kërkuar si në historinë e qershijave rikthimi këtyre partive prapë në gjirin e Partisë Demokratike. Shiko, shtyllet e demokracisë kanë disa tipare që nuk e di, i shikojnë apo si shikojnë. Cili është raporti i jot me elitën e inteligjencës kombëtare? Pra, cili është raporti i vlerësimit për dijen e kombit? A ka respekt për dijen e kombit një parti politike? Po jo, pra, as PS-ja s'tregoi respekt për njerëzit intelektual. Le të flasim pak për humbjen, sepse ai është i fituar. Thënë, edhe me atë mënyrë është i fituar. Një tjetër është raporti
raporti me të vërtetën. Po. Duke majtë të njerëz afër që nuk janë produktiv, raporti me të vërtetën zbehet, apo jo? Po, edhe njerëz të cilët nuk, me pak fjalë, nuk janë njerëz të mendimit të trurit, po njerëz që kacafyten të hurit që kacafyten për i gjë. Tjetër, për shembull, raporti me drejtsinë. Një herë do ta heqim, një herë do ta vëmë, ose për shembull, drejtësia në Shqipëri nuk shkohet ma me degët e plepave. Po. Plepi a plep, apo jo, është pemba ma pak, si thosh, e vlerësuar në gjelbrimin e shpirtit të natyrës, por edhe të njeriut. Tjetër, atë që do të them unë, raporti me miqt, edhe me liderët e tjerë. Për shembull, në Shqipëri nuk ka ndryshim elite. Domethënë, si mund të jetë tash një elitë aq e vjetër dhe t'i përgjigjet një brezi tash që është brezi i kompjuterit, brezi i telefonit, brezi i shkencës. Pra, dhe edhe fakti që për shembull një lider të ish-lëvizjeve demokratike të fillimit të viteve 90 në gjithë Evropën nuk e gjen një njeri tjetër. Kanë dalë jashtë politike. Berisha ka atë mënyrën organizative, ka atë karizmën e vetë, por duhet elektorati gri. 180.000 vota i kanë humbë PD-s, 35 i kanë humbë PS-s, më pak votues kanë dalë për të votuar për motivet ndryshme. Këta janë ata që bëjnë ndryshimin. E një pjesë e këtyre, rreth 190.000 i kanë marrë partitë e vogla, po për shkak të ligjit elektoral ato s'ngërejnë peshë. Përfitoro për shembull një furrë buke që shet të njëjtën bukë gjithmonë. A shkon me blej njeriu aty? Përfitoro një dyqan tjetër, ndoshta edhe më i vogël, po ka disa lloje. Njeriu shkon aty, apo jo? Po, shef të renë, shef për përpara. Shikon një farë ndryshimi, ore edhe një farë shije, sepse edhe politika, edhe demokracia, shije personale. Po. Ajo rrugë, domethënë, e kultivimit unit, domethënë, unë jam, edhe nuk ma zën veni njeri, nuk shkon ma në politikën shqiptare, apo jo? Tash këto ishin këto tjerë që u ndanë, copa, thanë, unë kam thënë për mendimin tim, ajo pjesa e rrugës foltores ishte një rrugë e mirë. Se ishte një ballafaqim drejt për drejt. Sepse politika në Shqipëri nuk ban dëgjes me popullin. Po. Pra, vjen ta merr votën pa kollare, si e vën ai kollaren, ta vën edhe ty kollaren. Për shembull, po ta marrësh edhe në Kosovë, janë bërë zgjedhje 7-18 herë nuk arrin, pse nuk shkoni ke populli ka i që të ka dhënë votën? Ose të vim të këtu për shembull, e njëjta kundërshtim, domethënë vjen keq, e opozitës është që nesër do bëjmë demonstratën më të madhe. Unë kam qytë një turpate. Po turp. Unë kam qytë një turpate që vinë elitaret e botës aty. Në fund fundit ato këto avantazhet e tyre do t'i marrë Shqipëria, më nuk do t'i marrë partia në pushtet. Nga ana tjetër, është ambicme, Rama i kishte planifiku përpara këtë samiti, përpara edhe atë Giro d'Italia, garant ciklistike, dhe ishte, besoj, i sigur që do të arrinte këtë fitore, se ndryshe s'kishte se t'i përgatiste nëse do të mendonte që mund të... Po ta bante për kredite veta, ai do të kishte arrit qëllimit me i bë përpara, për t'i dhënë kredite vete. Por nuk i ka bë përpara, i ka bë mrapa, dhe për këtë duhet me njoh, shikomër, duhet me llogarit shumë mirë më atë kundërshtarin që ke. Mja ditë të gjitha me studiu shumë mirë, sepse ndoshta edhe në thojza dhe prej armikut do të fiton. Konica ja dolën prapa ty. Fiton, nuk e fites. Në fund edhe ato për shqiptar janë më burë. Për si me shku kaq eger, sepse në rast se për shembull të marrim këtë, që Edi Rama, Partia Socialiste i ka pas sigur 800.000 vota. Del në fushatës, del në fushatë. Edhe Partia Demokratike 500.000 vota.
Po mirë, tani, në qëse ne do të bëjmë kundërshtim, unë jam dakord se demonstrata do të bësh, po jo me bë, a mund t'i nxjerrim ne 450.000 shqiptarë në shesh? Mund t'i nxjerrim? Në qoftë që i nxjerrin 450.000, do të paralizosh jetën dhe do të dërosh me bën zgjedhje të reja. Po jo 10-15 vetë, Po shkon ajo. nuk këta janë të motivuar politikisht, po të shohim për shembull ata të cilët janë ngritur kundër Vučićit në Serbi është nga brenda e lëvizjen. Kjo është e stimuluar nga një forcë politike. Edhe ankesa tek ndërkombëtarët. Fitoria është aq e madhe, ti mund të kishe bë ankesë, po ishte punë pak votash, sa s'ka vlerë. Pastaj shteti shqiptar dhe partitë politike nuk e kanë pastruar terrenin nga infiltrimi i interesave të fëmijëve tanë, që nuk e duan Shqipërinë të eci përpara. Edhe kjo nuk është sot, për shembull, e njohur. Është shumë e vjetër. Po kjo ka rranjë, ka strategji që punojnë kundër popullit shqiptar. 3.000 serbi ke pas kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet që kanë marrë rrogën në Shqipëri. Po, kanë marrë rrogën 3.000 vetë. Shërbimeve sekrete jugoslave. Pse kur u hapen ato dyqanet, të kujtohet që u hapen dyqanet, që hynim ne, shikoshim, bante këmisha 900 lek. Atëherë edhe nuk mund ta blenim një këmish. Ato dyqanet si erdhen atë, si u pushtu Tirana, hyn brenda. Por ajo që duhet të them unë është që në rast se politika shqiptare, për të gjithë forcat politike dhe organet ligjpasuese e pastrojnë Shqipërinë nga terrenin shqiptar, nga këto infiltrime, të cilët janë edhe në media, janë bën publike, nuk i kam zbuluar. Janë bën publike, për shembull, ne mund të diskutojmë pak edhe për mediat. Po. Edhe mund të diskutojmë edhe për diasporën. Këto dy elemente janë shumë të rëndësishme për mendimin tim, që diaspora shqiptare u përqëdnu në këto votime. Ne do të luftojmë vetë të jemi faktor që ti imponohemi shtetit shqiptar dhe politikët shqiptare dhe jo ne të presim si para kishës me lutje kur po na jep lëmoshën. Edhe aq më tepër diaspora shqiptare në këtë mes, pavarësisht mënyrës organizimit, unë kam votuar, më duke rregull, po përgjithsisht pastaj nuk dihet se si shkojnë votat dhe është vetëm anë emocionale për adheun ose për kontributin që ke pasur lidhje me cilën parti. Fakti që në Shtetet e Bashkuara, nga që mund të ketë gati gjysmë milioni e më shumë shqiptar, vetëm sasia mjaft e pakët e votuesve, rreth 25.000, tregon që nuk ka prekur fushata elektorale interesat e diasporës. Po, shiko, për shembull, fushata elektorale e një partie politike nuk mund të fitohet duke kopjuar imazhet e tjera, duke vënë një kapele në kry. Po. Edhe ti thush vetes jam njëshi. Jam njëshi i ngjaj Trumpit. I ngjaj Trumpit. Po ne dim sot përbashkëta ka Berisha me Trumpin. Me këto modele nuk shoh. Ju keni punuar dhe keni qenë dhe drejtues atje në radio, në agjencie, në gazeta, ke eksperiencë sigurisht, dhe njohim mirë afërsisht njëri tjetrin. Po si ka mundësi që media në Shqipëri, do të thënë, është transformuar komplet. Është larguar nga çdo rregull mediatik. Për shembull, u shkurtuan fustanet, humen zhandret. Ka hum lajmi, ka hum reportazhi, ka hum analiza. Për shembull, janë aq kompetent për politikën botërore, me thënë menja se këta njerëz janë përdit me liderit botëror, ose qëndrojnë në paradhomen e këtyre. Edhe marrin disa gjoja, tash s'u ofendoj njëri, po paktën sa e shoh unë nga dritarja e shtetit demokratik në botë, siç bëjnë në botë. Si për shembull, të them një shembull. Ishte kjo demonstrata e Partisë Demokratike dhe
del gazetari aty dhe ban një koment, asnjë njeri nuk ishte aty, vetëm hekurat. Po çfarë gazetari je ti më vlla, që pavarësisht se ti mund ta mbështesësh një parti politike, nuk është krim as mëkat me mbështet një parti politike, si gazetar. Sa ashtu mund ta mendosh. Po ku ke njeriu që do të flasë, pse ke dal? Me fol me hekurat ose marrim anën tjetër. Si mund të marrësh për shembull Partia Demokratike, më vjen keq, e kupton se ndoshta nga studia juaj do thonë që Zefër Gega ka ardhur tashti ka ndryshuar, si zbanja 2-3 vet këtu që marrin të sekuenca të vogla dhe gjoja me të etiketu si je socialist apo komunist. Mund të jesh çfarë dush më por, ka mundësi për shembull të jesh njeri. Në radhë parë të jesh njeri, ta pranosh tjetrin, ta pranosh zotësinë e tjetrit, ta pranosh programin e tjetrit, ta pranosh fitorin e tjetrit, edhe të nxjerrësh mësimet që nesër ta rrezosh e ta marrësh me qenë se ke atë ego. Po si ka mundësi që të marrësh në propagandë një njeri që gjoje pastaj që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe unë kam pa një video shumë interesante në Kosovë të atij njeriu që kishte vënë bashkë me një femër në një pru atje rrjedh ai proj, kishin vënë nga i gjethe përpara dhe femra ishte e paveshur, edhe ky i paveshur, edhe sot është në partinë, në shtabin kryesor të Partisë Demokratike, dhe ne themi për shembull me të drejtë kemi kritikuar dhe kritikoj edhe unë Edi Ramën, e kupton që ju thot njerë hap një video në shikoni të video. Tashi për një politikan nuk është fort mirë, po pse rinia ç'a bën sot? Nuk rri për ditën e. Jo, ka një indiferencë fakti nga publiku, nga njerëzit, nga zgjedhësit për këto zgjedhje. Më aktiv janë për të votuar për Big Brother se sa për të votuar për të ardhmen e tyne. Edhe një gjë desha me të thënë, më fal, për sa i përket kësaj medjes. Pse s'ka një media kritike? Pse në shkencën shqiptare, në letërsinë shqiptare, në botimet shqiptare, nuk ka një media ose një organizëm kritik? Për shembull, kur kemi shkruar në kohën tonë, për çdo analizë në fund vitit, vinin 2 vetë, gjuhëtara, nuk e di kush çfarë ishin ata, dhe thonë, shiko, Zefër Gega me datën kaq ke botuar një artikull kështu. Shiko, ti ke përdor një shprehje këtu që nuk është e drejtë. Ke përdor një zhargon këtu që nuk është i drejtë. Megjithëse gazeta ka botuar atë, po kjo nuk është i drejtë. Ku ka në median shqiptare, përveç në emisioni humoristik që i përdor kështu politikë? I përdor për qëllimin. Po jo, duhet një farë bazë, duhet një farë rregulli. Ma përpara për shkak nuk e ke botuar dot një libër ti, nëse nuk e pas 2 referenca. Si flet për shkak për një ngjarje historike, për një ngjarje diçka tjetër. Diçka ndodh aty në Shqipëri, janë bërë të gjithë diturit. Persona, gjoja analist, që janë të ditshëm për çdo gjë. Është e pamundshme. Po, thret një që në televizion një analist që flet për krimet e këto, pastaj kur e pash i ditë duke fol për sportin. Po mirë, për leja e tij sportistit, leja e tij që ka marrë për sport, fjala vjen apo jo? Leja e tij tjetrit, ose për shembull, ishte fushata elektorale ose fitoria e Partisë Socialiste, tash i televizioni dha këto të ardhen e këtyre presidentëve dhe një 2-3 televizore jepnin ato fryshin ato gazetarët nëse ka rënë dashni prapa i gjini i Portogallisë. Po të merrshme më. Çfarë bajnë këto njerëz? Edhe kanë kriju një bërtham se gjoja kjo është vipat shqiptar. Po çfarë vipat shqiptar manikyri ose ato vetllat i kena papës bon deri para pak kohë me boj kpucësh. E njëjta platformë pak a shumë ka në kanale televizive amerikane, po sa veta i ndjeken ato, sa veta i ndjeken, sa veta janë aq ma gjepsur sa duhet merremi me gjinin e kësaj, unda apo s'unda nga shokja. Për shembull, pse s'marrëm në fakt si ka mundësi që nuk ka një televizion ose një media në Shqipëri që të manifestoje për shembull eksperiencën perëndimore. Pyetjet e gazetarëve janë shumë të shkurtra, nuk janë gjata,
gazetarët në Shqipëri bajnë një lloj hyrje, një lloj pyetje të gjatë sa e lodhet atë që ka thirrë në emision edhe s'ka çfarë flet. Edhe një fenomen që në Amerikë e quajnë ofendim, që quhet over-talking. Do me thënë, nëse unë flasë ndërsa ti po flet. Kjo quhet shkelje e rëndë e raporteve njerëzore. Unë njëri flas tjetri, po këto është një nga elementet kryesorë që aty jo vetëm se ndalojnë, por e stimulojnë se duket se grindja midis dy palëve, apo që përfaqësojnë palë të ndryshme politike, e bën emisionin më të rreqët. Them edhe diçka tjetër. Për shembull, nga eksperjenca jonë, a ka gazetar investigativ terreni? Në qoftë se për shembull është lufta në Ukrainë, cili shqiptar shkoi në front të Ukrainës? Cili gazetar shqiptar? Në qoftë se kemi në linjën e mesme, për shembull, një konflikt në linjën e mesme, cili nga gazetarët shqiptar shkoi në linjën e mesme, në Izrael, pyeti njerëzit, pa terrenin, pyet... Ka bërë disa herë Top Channel, por nuk kanë quar njerëz kot aty sa për dalë. Po jo ma se nuk është ajo si del si Muhamet Veliën, thot 3 fjalë aty dhe mahet si lidri më falë si përmend emrin, po si lidri gazetarisë shqiptare, o zoti ma më thamë ku ka ra gazeteria shqiptare. Po gazetari është njeriu, për njeriu, në shpirtin e njeriut dhe në shpirtin e fjalës. Ti s'nxjerr fjalën nga shpirti i njeriut. Atëherë çfarë gazetar, pse i bën ato emision? Gazetar thjesht politik për të mbështetur një krah apo tjetër. Po nuk e marr personalisht, po jo, janë shumë si ai. E kam parë. Dalim tek konkluzjoni OSBE Odirit, që tha që mediat në Shqipëri zotërohen nga partitë politike, 2 mediat kryesore, Top dhe Channel, ka rreth 80% të mediave, dhe 1.7% ka syri TV i krahut tjetër. Pra, ekzistenca e këtyre disproporcioneve në media bën që dhe realiteti të deformohet sipas prirëve politike, dhe kjo është një nga mangësitë kryesore të gazetarisë, nuk bëhet shtylla e 4. Mendoj që raporti i OSBE-s për shembull është një copy-paste. Po, si gjithmonë. Kur e ka pas për shembull Sali Berisha në pushtetin, doktor Berisha, ka akuzu opozitën. Apo jo, ka akuzu, do më thënë, pushtetin, ka akuzu pushtetin se ka dominon mbi këte. Pra kjo është një formule vjetër, mirë, po duke kalu një kohë gjatë, e kupton njerëzit thonë është diçka e re. Për mendimin tim, OSBE-ja nuk ka në një pesh, kush e di se çfarë, as për ndryshimin e zgjedhjeve, as të votimeve, ashtu që nuk kishte ndryshim ose peshë të madhe vota jonë, vota e diasporës e cila ndryshoi një ose një deputet, domethënë m'ia dhanë votën, m'ia dhanë pozicionin, njërit apo se tjetër deputet, siç ka ndodhur për shembull ku në Kukse, ku ndodhi në një vend tjetër. A sheh sikur ne si shqiptar kemi një kompleks inferioriteti ndaj ndërkombëtarëve, ndaj të huajve. I japim më tepër vlera atyre se sa realiteti tonë. Është sigurisht e vërtetë kjo konstatimi juaj, sepse edhe ndërkombëtarët përfaqësojnë shtet madh, po unë mendoj se ato janë shumë më të vegjël se sa inteligjenca shqiptare. Pra nuk janë të nivelit lartë ndërkombëtare që vinë këtu. Jo, po ne kemi kompleks inferioriteti, i japim përparësi atyre. Edhe fakti që për shembull Berisha solli një nga Amerika, i dha më shumë përparësi atyre, pse nuk i bënte dot Berisha ato që deklaroi La Civita, e bëri për treguar ja po mua po mbështet Trumpi. Gjëra të pa vërteta dhe gjëra që mund të joshin një elektorat që s'kupton nga realiteti. Mund të them binja ime personale, ardhja e atij njeriu në Shqipëri i ka bën një dëm të jashtëzakonshëm demokracisë Shqipërisë dhe vetë Partisë Demokratike. Sidomos ajo deklarimi i pareve, deklarimi kështu, marrëveshje me një shqiptar, se ishin trille, nuk ishin asgjë të vërtet, nuk kanë patur. Një trill propagandistik me fitu. Por ama i ky veprim
i ka dhënë jashtëzakonisht forcë Partisë Socialiste Përfitore. Pra, ka qenë edhe një. E dyta, ajo që i ka dhënë është, do të dinë shqiptarë tash, mos s'ka naiv ma. Ligji për zgjedhjet, i ka dhënë Partisë Socialiste 11 në Tovallin. Apo jo, 11 do vote. Sidomos këto nga partitë e vogla i ka skartuar komplet atë. Nga ana tjetër, SPD-ja nuk diti që edhe ata, një pjesë e mirë e tyre me përjashtim atitëqore kanë dalë nga gjiri i PD-s. Ata mund të ishin forca që bashkë me PD-n mund formonin ndoshta një shumicë potenciale. Por në fund të fundit, ajo që luajti faktori është mos të reqja elektoratit grithe. Shiko, do këllëritë nivelin 0, ose nën 0 që e qej Partinë Demokratike Lulzim Basha, duhet ja njohim Sali Berishës, edhe sa është në mosh, duhet ja vlerësojmë energjit për organizimin e kësaj partije dhe për ta prur deri në këtë nivel. Unë mendoj që është nivel jashtëzakonisht i kënaqshëm për opozitën, nuk është një realitet i deformuar, po është një realitet i saktë që kontributi i Berishës ka ardhur dhe ka sjellë, domethënë, Partinë Demokratike deri në këtë nivel. Por ajo që mendoj unë, që konsideroj gabim, është se për shembull kur njerëzit ose sidomos shqiptari merr një pozicion, një karrikë, nuk don me pyet tjetër, ka qenë mirë edhe me degjesen, me intelektual edhe jashtë, e kupton në mënyrë që me organizu ma mirë. Pra, aje solli deri në këtë pikë. Por futja në listat e mbyllura, të njerëzve të mbyllur, për të hapur për sherre, dhe lënja e njerëzve që kanë reputacion në popull dhe nga Partia Demokratike, sepse shiko, Partia Shqiptare është populli shqiptar e don edhe Partinë Demokratike, apo jo? Një aspekt tjetër, një nga këta që merret me këto rrjetet sociale, ai Vernozi, po kishte nxjerrë një video Facebooku që thoshte koka blu, bëdha e kuqe, për të tallur. Në aspektin vizual, ose në aspektin e pa hyrë në thellësi, për shembull, paraqitja asaj hartës roz poshtë, edhe një kësul si e prekcalit atje në Vermosh, nuk pare të rëgon. Shiko, kam debatu edhe me njerëz, kupton. Në kohën ma përpara, kur Shkodra ishte qendra e elitës kulturës shqiptare, edhe djepi i patriotizmit dhe i preferencave të instaluara perëndimore, vinin shkriptarët e Azdreni, vinin e takonin Koliqin, pinin qaj, ai Kutelje, shumë shqiptarë. Pra, jugu ka personalitetet jashtëzakonshme që duhen vlerësu, sepse ato kanë qenë shqiptarët të jashtëzakonshëm. Për shembull, kur e pyetën Lazgushin që shiko po bëhet një hidrocentral në Bushat, është në Shqipërinë Veriore, Lazgush por e deci tha jo, ju nuk e njihni Shqipërinë, ai po bëhet në Shqipërinë e Mesme. Pse kishte parasysh pra dhe pjesën tjetër të kombit shqiptar. Ajo që unë rekomandoj tash, Edi Rama s'merr rekomandimi prej meje, por unë po t'isha në Tiranë, do t'ja shtrëngosha dorën, do i thosha bravo qoftë ke fitu. Por ama fitoren duhet ta mbash, do t'di ta mbash, do t'dish ta mbash, do t'dish ta vlerësosh, që mos të kthehet në të kundërt, sepse ka një fjalë populli shqiptar që po dolen maje nga do shkosh. Rreziku për të rënë është më i madh se sa ai që është më poshtë. Ai që është më poshtë. Tash ne mund të flasim shumë nga herë dhe... Jo, natyrisht edhe ne nuk duhet bëjmë gabimin e medjave të tjera që për ta mbyllur me diasporën. Cilë do t'ishte rruga më e mirë për ta involvuar më shumë diasporën? Unë mendoj kështu. Për shembull, po marrim pak televizionin tuaj këtu. Organizimi i tryezave në diasporë, për të arritur deri një pikë që
ne mund t'i organizojmë mendimet tona dhe t'ja paraqesim parlamentit, presidentit dhe kryeministrit të gjitha ato çfarë mendojmë ne, sidomos të reduktora, jo material bruto, dhe ne të kërkojmë nga parlamenti i ri që parlamenti i ri të organizojë një dëgjes me diasporën, ose një seancë parlamentare, dëgjes të tilla, ato e dinë më mirë, nuk jam shumë teknik për këtë, dhe po diaspora shqiptare mos të përfaqësohet më me këtë nivel që është përfaqësuar, sepse politika shqiptare gjithmonë ka qenë jo dashamirëse në diasporës. Për shembull, ajo bazohet në disa elementë, në disa shoqata, njërin e për krah, tjetrën se për krah, duhet mi dhënë fund kësaj pune. Edhe dyta, duhet që diaspora shqiptare të nderohet dhe presidenca shqiptare mos jetë një kovaçane dekoratash për njerëzit negativ, apo jo? Shumë e drejtë, unë do të shtoja, do të ishte më pozitive, siç ka për shembull Kosova, një 10 persona për të votuar të minoritetit serb, të kishte një numër 10. Këtë e kam kërkuar, 10 deputet. 10 deputet të cilët ishin përfaqësues të drejtë për drejtë të diasporës, ka shembuj në botë. Të zgjidheshin nga diaspora. Të zgjidheshin nga diaspora. Jo nga preferencat e Jo, tyre. ka shembuj të tillë në botë, Italia është njëra prej tyre, por natyrisht kjo kërkon ndryshime kushtetuese. Shiko si do të ishte kjo. Kushtetutë njerëzit e kanë bërë, apo jo? Dhe njerëzit mund ta ndryshojnë. Kjo do të ishte jashtëzakonisht e mirë, sepse është një urë lidhëse midis shtetit ku punon edhe qeverisë shqiptare. Dhe qeveria shqiptare e ka mundësi, kanalin e diasporës ka shumë mundësi me shfrytzu, sepse shqiptarët duhet gjëre, po jo tham nga kamera juaj. Pse në Shqipëri mendojnë se politika amerikane nuk e pyet lobin shqiptar? Politika amerikane ma parë se pyet presidentin shqiptar dhe kryeministrin shqiptar ose opozitën shqiptare pyet lobimin shqiptar, sepse ne votojmë këtu. Ne ato kanë interesin e votave, i propagandës dhe pyet, nuk thamu se nuk e pyet ata, po i ky kanal kalon prej diasporës. Shiko që ka bërë shteti Amerikan, çfarë eksperiencë të bukur ka. Për shembull, ka një kongresmen që merret me Shqipërinë ose një senator, një grupin e senatorëve. Nuk është të thanën ose të besojmë plotësisht se to janë të marrosën ose e duan krejt kombin shqiptar ma shumë se duam në veten. Jo, është politika amerikane, sepse nëpërmjet atij kanali rekomandohen zgjidhje edhe sheshohen problemet dhe ndërtohen perspektivat. Kështu që në qoftë se ti si shtet shqiptare ke këtë kanal, po mirë më ky kanal fal. Se nuk e përmbyll, nuk e përdor. Nuk e shpenzim. Ja kam bërë këtë pyetje ambasadorëve, ambasadorës që ishte. Ju keni lobin shqiptar këtu që lobon, përpiqet bëj. Çfarë raportesh keni me të? Nuk kanë raporte fare që të kenë të njëjtin objektiv. Edhe thirrja ime për Ramën është. Po. Pastrimi imediat i personeleve të ambasadeve shqiptare kudo që në botë, edhe falë që po them, edhe të ambasades në Celinë e Shenjtë. Ajo do të marrë fond. Se po të përmend vetëm një fakt, kur ka ardhur Papa në Shqipëri, unë kam qenë në Tiranë. E di se faleminderit edhe një herë për televizion tuaj dhe për ju që e morët në konsiderat dhe e publikuat, domethënë nga heshtja e madhe, botimin e këtij librit. Por kur ka hyrë në aeroplan, i ka thënë ambasadorit, dhe këtë më ka thënë ambasadori, se unë jam ambasadori më ka sjell dekoratën, kështu që kemi bën një bisedë dhe mbrapa. U habit, tha Papa, tha, po ç'kan këto shqiptarë, tha, pse se sillin ambasadorin? Tashi, nuk mendohet se Zef Përgega ose një Zef ose një ashtu shkojnë ambasadorën në Arabi Saudite. Po, s'ka kuptim. Nuk ka. Kur ke një popullsi, kur je vend që ke popullsi katolike. Po t'ishte vend që është 100% musliman, natyrisht. Nuk ka në problem se ne jemi në vllazën e vllaz. I ka thënë Gjergj Fishta, ka thënë. Po jo, po si do qoftë. I shkruaj kryqat mi bën plume me mbrojt. Po, është tjetër gjë ajo. Në këtë mes është mirë për të qenë me që ka një popullsi rreth të caktuar të mirë
katolike në Ose Shqipëri. edhe unë për shembull mund ta kem motrën time shumë më të zoje se dikush tjetër, po shkon në parti, shkon nga partia për shembull ambasadori. Tash duhet me konsideru edhe diçka vëllai im. Ambasadat nuk janë vend vakefi, vend pushimi. Pushimi. Vend pushimi. Çon tjetrin 5 vjet tjetër nuk sjell asnjë gjë. A më thu ti mund kush është një ambasador në Shqipëri i cili ka bën një analizë jashtëzakonshme të marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me këto vendet perëndimore, për shembull me Amerikën, me Francën, me vende tjera. Është bën duket ndoshta për Rusinë, okej, por ti do të sjellësh eksperiencë. Ne kena qenë bashkë kur i kena bërë të pyetën ambasadorit Austrisë kur iku në Maroj aktivitetin dhe i thamë, vizita jote a përban shkak me bëni një libër? Tham fakt nuk kisha shku mendja, tha faleminderit që ma rekomandove. Po si, po ka nevojë dhe Austria të njohë nëpërmjet teje. Kush i din emrat e ambasadorëve? A janë thirrë një herë, më fal, a janë thirrë një herë për shembull në analizë, fjala vjen në Parlamentin shqiptar, të merret një analizë veprimtaria e trupit diplomatik jashtë Shqipërisë, cili është efektiviteti i saj. Ku është? Njerëzit duhet ta dinë, a paguajnë taksa? Si shkojnë? Masanej, a ka një analizë që a ka afera personale në këtë tipa? A ka cila si di atyre? A kanë lidhje familjare, fisnore? Tashi, mos ta drejtojmë më Shqipërinë me fis. Si se drejtu. Po edhe një aspekt tjetër dhe për ta mbyllur, unë mendoj që nuk duhet të lejohet personeli diplomatik pasi të marrë misionin të kërkojë azil apo starhim. Të gjithë kanë kërkuar azil. Është Ti ke shërby një shteti edhe je kundër shtetit. Kjo është nonsense. Ndoshta hapen me temë për të diskutuar në radhë. Për herë tjetër. Megjithatë, Zef, të faleminderit që ishit pranishëm në studio. E nisëm për një bisedë shkurtër, po kërkon mjaft analizë. Do të jemi në biseda të tjera dhe me të ftuar të tjerë për të analizuar dukuritë që dolin gjatë këtyre zgjedhjeve. Natyrisht një forcë politike fitoi, televizioni ynë është me Shqipërinë, rëndësishme ka që vendi të shkojë përpara, ajo forcë politike që ka fituar të çojë më tej demokracinë, nëse është e mundur, nëse s'është e mundur, vetë demokracia do ta rrëzojë. Pas saj fitore që ka marrë Rama, që tani ai është në pushtet, besoj që edhe e ftoi kryeministrin e Shqipërisë, përkundër ardhjes në këtu që ka shku, ka dërku në një lokal, të vijet bëjë një bisedë me shqiptarët, me inteligjencën, me shoqatat, me kontributorët, edhe me mediat, një bisedë, ndoshta të një debati për dobin e synimeve që ka diaspora shqiptare, dhe për t'i vënë, të si thush, pikat mbi i, për zgjidhjen e shumë problemeve që ka në botën e lirë. Edhe për këtë apel, ju falenderoj. Dashur teleshikues, këtu i dham fund emisionit tonë Argument, me të ftuarin e sotëm, gazetarin dhe shkrimtarin Zef Përkega. Miru takofshim në emisionet të tjera.